Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jam shumë e lumtur. Më në fund vajtëm 100.000 subscribers, nuk besohet, më në fund 4 vite jemi munduar shumë dhe ja dolëm. Shikoni. Që nga prishur pak. Kemi tortën. 100.000, një sekund t'jo të regoj. Shikoni pak. Këtë më berën surprizë, t'jam them tani për pak. Më thënë, u munduan gjërat më bëjnë surprizë. Por nuk ja dolën, nuk e bërën do të surprizën. T'ju them unë se sa bukur doni ta bëni surprizën, më thoni ju. Do ha një tostin shpejt sepse duhet të ikit e puna dhe pastaj do ju tregoj kemi shumë të reja. Kemi shumë gjëra të reja. Jam bërë hall për herë të dytë. Kjo është kryesorja, ky është lajmi më i bukur si fillim. Faleminderit të gjithëve për urimet që më keni dërguar në Instagram. Prandaj nuk kam qenë aktive, kam qenë disa ditë në Tiranë kur lindi Holta, me Nipin dhe me Mbesën. Do ja u thot emrin Herga, sepse sot do vinë në Shkodër, kështu që kam shumë gjëra të bukura për t'ju thënë. Kam patur shumë punë te Saudeza, kështu që ka qenë pa mundur që të bëja vlog, t'isha aktive këtu në YouTube. Kishte ditë lindjen Doni, vajtëm në Budva, vetëm për një natë. Do thoni pse s'bëra vlog, por e fillova vlogun dhe e lash në gjysmë, sepse kam patur shumë porosi dhe marr vetëm me punën, plus që thash prit, unë s'kam vajt 100.000 subscribers. Kam thënë që video e radhës do jetë kur shkojmë 100.000 subscribers. Pastaj, më në fund, jemi gati duke mbyllur udhëtimin sekret. Besoj e mbani mend që tham që kur të shkojmë 100.000 subscribers, do bëjmë një udhëtim sekret, pra agjencia do na mbylli një udhëtim dhe ne nuk do dim se ku do shkojmë, nuk do ju zbuloj datën. Kemi dhe punime. Okej, unë kam hapur këtë vlog dhe dua që të bëj se s'bën vlog, dhe pse jam tepër e ngarkuar, që them të drejtën, por jam dhe shumë e lumtur. Edhe njëjtën kohë se ka ardhur Herga, nuk e di ajo thash fillon vlogu apo ju ka ardhur Mbesa dhe Nipi, kështu që mezi presi të në shtëpi dhe nuk kam bërë vlog gjatë para ditës që isha këtu te puna duke prerë, sepse nxitoj shumë se dua të iki në shtëpi. Uroj mos bëj ndonjë gabim unë tani se po bëj këto porosit. I them unë duke ankuar Donit edhe Elit, thash po mirë, thash unë si s'më bërët një tort surpriz për YouTube-in që vajtëm 100.000 subscribers edhe nuk më bërët ndonjë tort surpriz në një gjë. Unë kërkoja vetë surpriz, vetë, kuptoni ju. Edhe iku një ditë, prisja, thash, s'ka mundësi mos ta bëj. S'bërën gjë. Them përsëri, po mirë i thash unë. Edhe ja u thash, edhe prapi thash, nuk më bërët as një surpriz, as gjë, po si ma bërët këte. E fillova unë në ato ankesat e mia. Nese, ndërkohë Eli kishte porositur dhe unë ke dija. Kishte porositur dhe do në ta bënte surprizë, e fjeton mendjen që tort nuk ka, s'ka shans më bëjnë, dhe kishte porositur Eli tortën, dhe shkon e merr Donin në telefon në momentin që ishte këtu. Doni ishte këtu dhe si të shovi telefonin Doni, e qovi me zat lartë, pra e dëgjoja dhe i thot Eli, o ba, je vetëm, jo, jam të puna me mamin. Dil pak tha, i thot Eli, në anë se duat them diçka. Edhe, nese. Prapë unë beha si kur s'kuptova, unë e kuptova për që ishte fjalla. Del Doni aty jashtë, thash, okej, paktën, t'ja bëj qefin, okej, thash, paktën t'ja bëj qefin këtyre, si kur se kam kuptuar. Shkon Doni merr tortë. Vjen këtu te dyqani, unë kisha shumë porosi të them të drejtën, se këto ditë kam mbetur deri në 12:00 të natës çdo ditë, s'më ka parë shtëpia, kam një kur që mëngjes deri nda këtu, edhe bukë këtu kam lënë. Nëse vjen Doni këtu me tortën, edhe më thot. Unë e pash në një moment, kthej kokën dhe pash ishte me kuti, edhe bëj sikur se shikoj. Futet edhe më thot. Tuç! Dize kamerën, tha se po të bëj surprizë. Ua, më vinte edhe për qeshur, më ngritën dhe nervat, se keni iden. E ke seriozisht, i them unë.
Më thot, ua, tha, e prisha, tha, ishte dhe i lodhur i shkreti, s'ka faj, sepse po merret me punim me Teo Borri të shtëpia. Edhe më thot, ua, tha, e prisha surprizën. Ore, që surprizë është kjo, i thashun, në momenti që ti ma thua, i thashun, vjen dhe më thua, hape kamerën se po të bëj surprizë. Ua, tha, po të tani, tha, të dalë dhe njërë, tha, dhe të vi me telefon, tha. Lere, do një, thashun, iku, nuk është surprizë me, thashun, lere, thashun, thjesht që e torta në shpi, thash. Edhe, torta ka, si thonë ju, 3 ditë në shpi. Kështu është muhabeti i surprizës. Surprizi fenshin, do me tha, një, qa kërkova, shkreta, qa kërkova, një tort që duhet i kishte vajt vetë mendja atyre të ma beni. Ese. Më ka ardhur dhe një porosi, sot nuk i kam hapur akoma, do ta hap pastaj me ju. Thjesht duhet të paketoj një gjitha porosi. Mos bëj në një gabim. Shënoj kodin këtu. Edhe kështu si thoni ju. Këto të reja tona. Sa tjetër doja t'i thoja? Ka që nuk është se kam 3 tjera, vajtëm si që thash edhe në Budva, në zuri një shi madhë rrugës, për mbytja të ditë në Ulqin, por për fatin do të mirë pastaj u hap koha, kaluam bukur, ju thash që hapa një vlog edhe lash për gjysëm edhe nuk u postua kurra i vlog, sepse u mora vetëm me punë, atë ditë kishte edhe doni ditëlindjen, imagjinoni gjithë ditën nuk arrita as një foto të hidhja të donit, dhe vetëm një surprizë vogël që i bërë me torta atje te hoteli. Është herë e parë, do me thënë që vajta diku një udhëtim vogël, se një natë ndajtëm, po nuk bëra vlog, është herë e parë, thjesht kam qenë gjatë gjithë kohës me telefonët dorë duke punuar, gjatë gjithë kohës. Kur vë themi gjatë gjithë kohës edhe rrugës, kur po iknim, unë nuk e kisha vënë re se qa peshe rrugës që ishin për mbytje. Kur kemi zbrit në makina, kishte marrë dorë kishte bërë Eli një video dhe më tregonte. Do më thënë se që ishte bërë, unë s'kisha quar kokën, vetëm duke u marrë me porosit e saudezës. Atje kuptova që ishte bërë vërtet nami, me shi dhe me përmbytje. Do më thënë, ja, shikoni se si ishte. Shto, që thoni ju. Dhe unë, se kisha quar kokën e nuk e dhjo varë se qa beshe. Dhe për udhëtimin sekret, që ju thash, që do t'a bëjmë pa tjetër, nuk e di kur do t'a bëjmë akoma, dhe kur t'a marrë vesh datën, se diçka kemi folë me agjensin për punën e datës, se duhet t'jetë të kem rregulluar gjitha punët këtu, plus shkolla fëmijëve që është pak problem, gjithsesi vetëm 3 ditë do jemi, do udhëtojmë, por gjithsesi akoma datat nuk është se i kemi mbyllur akoma, dhe me zi pres, imagjinoni, them tani, imagjinoni, përgatitem unë me veshje tjera, do më thënë, imagjinoni të përgatitem unë me veshje për dimër, edhe të shkojnë në një vend që është vapë, ose e kundërta, përgatitem për më vapë, të shkojnë në një vend që është shumë ftohtë. Se di fare dhe me zi pres të bëj këtë challenge, është, se di, më duket shumë interesante si ide dhe me zi pres. Kjo është 18, që mos ngatrohemi. Normal që, opa, gatina. Normal që ne do ta marrim vesh në momentin që do shkojmë në Rinas, do se edhe mos të duash, do shkosh te geti. Du të shkosh te geti dur. Kështu që sa të shkojmë në Rinas, do filmojmë çdo gjë. Do zotin, kismet, na shkoj çdo gjë mirë. Do filmojmë çdo reagim. Dhe përveç kësaj, normal që unë duhet të kem edhe një surprizë për gjithë ju, që më keni mbështetur këto 4 vite. Kështu që do kemi, mos bëni skipe, se ju mbisni, do kemi 10 dhurata për të gjithë ju që na ndiqni dhe na keni mbështetur kaq kohë dhe nuk jeni lodhur duke parë çdo video. Kështu që do komentoni këtu poshtë videos
Qa të komentoni, si të komentoni, komentoni qa të doni ju. Dhe 10 nga komentet do t'i përzjedhim kështu në mënyrë rastësore, do me thënë kështu. 10 nga komentet do fitojnë, por do komentoni vetëm një herë se cilin nga ju. Dhe 1 nga komentet, unë nga trova më fani, 10 komente do fitojnë dhurat nga unë. Më thot Eli, e tregove tortën, thot? Qa tortë e tregoj? 4 dita e tortë në shtëpi. Po, jo po thash historinë, sa bukur më bërët. Ta ka bë babi, sa ka bë unë. Ja, këtu. Vjen, hap derën dhe thot, tuq, hap e kamerën se po të bëj surprizë. Si ka mund si më një surprizë në din me bërë. Po më nga bërë ato mom. Një që s'shkoj me ane, po dhe e prish e krejt. Se kam prishit. Ndritët, të dy, ndritët. Lene. O ti ja lën dorë, po kur merr në telefon që i thua del në veti se dua të flas. Unë bea haj, thash, do bëj sikur s'kuptoj gjë. Po porosit më, pse ngel në panisë këtu. Ja shty. Hajtë. Kam shumë vështirë të hap shënjë. Ndërkohë tani gjithë flenë, se është ora 11 i natës. Torta ka 3 ditë në frigorifer. Seriozisht e ke? Ata bëjo me? Po bëjtë më mirë, kam shumë. A të thash? Auq. Ja, se gjejta, lene. Na mu Eli se bëra. Ja. U ben, Eli, po ajde. Hajde. Nuk thoj gjë, mam. Nuk thoj gjë. Thjesht? Thjesht urojmë për 200 kata, ne. Duhet, janë 3 qerinë, duhet. Inshallah, vitin tjetër, në këtë ditë, të festojmë 200k. Inshallah. Në fakt, zakonisht urinët nuk thohen, i mendon. Fix. Dëshira. Kretë më pështina, ke vuri. S'ka gjë, hajt. Tani është momenti më i mirë. Provën tortën. Du ta prej ti ta Prit, ta pres. Në fillove ti, s'ka gjë. Ky kanal është i të treve, s'është vetëm i. Jo, tja është tani dhe me përna i të treve, hajtë sa me na fut në listë. Shu është konflikt keq, sill një pjatë, sill. Me qa është e le? E të ditë me të ndrejnë, sa Mos e bë pjatën kopi, se... Ima se nuk duket shumë njerë. Me me kjo. Jo, më pëlqen. Të pëlqen? Tortë pa çokoladë për mua. Nuk i ke qenë se si e do brenda. Bravo, Eli, bravo. E shkove e prishe njishin. Nuk vedot këtu. Lezet me përjo në gjë kushe të se qatë tortë, no? Mua nuk më pëlqevi. Do t'i lymë sot flokët apo nesër? T'i lymë nesër. T'i lymë flokët? Ka bler boj Eli se do t'lyej flokët, po ka bler boj të zezë. Dhe unë i them ik ndroje nesër se do bëhesh pishman, mos i lyej të zeza, bëj ca amonjak. Edhe jam 1000% e sigurt që do bëhet pishman. Po si ku t'i lyej një me shampo, më dytohet, t'i lyej një me shampo kolor të zeza. Më mirë. Ti kishtë la me shampo kolor. Pra ikëm. Më dytohet, pra. Mund shkoj të ndrojme. Po së të kthejnë lekët. A more e atje te... Pa, ku i mërë ti? Okej, ndroj marrë këto që marrë gjithmonë. Okej. Eli, do të bëjmë një unboxing, do me thënë unë i hapa, po ja të bëj dhe ju. Ja, Pepe! Kur arritëm e kur? Tezo. Ta është unë branda janë të hapura? Këtu kemi, këtë do lepë për fund. Kemi dhurata, kemi plot dhurata për 100k. Atëherë, si fillim, kemi këtë parfumin këtu që është nga Radiant, e kam përdorur dhe më përpara, ju që më njihni kohë këtu në YouTube, e dini që kam përdorur dhe më përpara këtë. Tani tjera të kemi këtu.
Te radianti mora edhe këtë këtu. Penelin që më shpëtoj vetullat e mia që i kam skandal. Kam skandal sot. Sot nuk kam vendosur as krem hidratues, as krem SPF, asgjë. Thjesht kam larë fytyrën dhe kam ikë në punë dhe kam lidhë flokët, s'kam bërë asgjë. Thash hajt se më vonë, hajt mora këtë porosin, edhe thash do rregulloj pak vetullat, kisha marrë me vete në xhep gjatë gjithë ditës, kisha kremin që është kundra njollave dhe kremin SPF, i kisha në xhep, më pengonin kur po prisja kostumet e saudesës dhe prapa atje i mbaja dhe nuk kujtoheshe që duhet tezi të vendosësh paktën kremin SPF. Hiç. Nese. Iku tani. Paktën s'do bëj një orë që të hiq make-upin. Si fillim kam marrë këtë këtu, që është fondatina nga Elixir e preferuara, kodi është 01, sepse 02 që mora më përpara ishte shumë i errët dhe tani në dimër më duhet një me i hapur, do t'i përzit të dy nëse është shumë i hapur, por nuk besoj sepse gjatë dimrit unë këtë përdor. Dhe këtu kemi disa produkte të reja nga Elixir, që mezi pres t'i provoj gjitha, këta e hapa, kjo është blush, se kam provuar, në fakt asgjë nga këto nuk kam provuar, është blush shumë me pika. Këto janë produktet e reja nga Elixir dhe shikoni pak kutia kur e hap, çfarë thot. Është fix për një unboxing të bukur. Dhe këtu kemi, Eli, lutem më shpjego pak, njëra thot golden highlighter, kjo këtu. Kjo tjetra, qa është? Thot illuminator. Kjo është golden highlighter. Kjo është i fundatin. S'ka shans. Që ka dhe me vitamin. Okej. Kjo këtu setting spray. Më pëlqen shumë paketimi në këto produkte. Shumë. I be, sa cute. Këtu kemi një cream bronzer. Dhe këtu kemi 3 lapsa për buzë të ndryshëm, gjyra do më thënë, një vishnje për festat që vinë tani afrohen, kemi këtë kafen e errët që jam kurioze ta provoj, kemi dhe këtë këtu që këtë e kam provuar dhe më përpara dhe është një nga ngjyrat nuancat që më pëlqen shumë, 072 është kodi, dhe tani i pe këto e dije qa ishin. Se unë se dje që ishin. Më thuj të lutem që si provove. Shikoni pak sa satisfying që është. Hap direkt. Shikoni. është në formë gjeli. Eli këto duhet t'i mbash në frigorifer. Edhe ishte serum. Me acid hyaluranik, me disa vitamina të ndryshme, se di se çfarë tjetër, thjesht mirë është t'i mbash në frigorifer dhe ishte shumë mirë për këto. Rrath e zinj, vendos njërë këte Ice Baby, pastaj Glow Baby. E di sa të freskon. Po du ta provova krejt pak se nuk doja na që fytyrën e kisha gjatë gjithë ditës në punë, plurat dhe këto thash pak fare sa e provova dhe të freskon shumë. Nëse do t'i vendos në frigorifer dhe nesër do t'i testoj tamam gjitha këto produkte. Di qa do bëjun tani, Eli? Di qa do bëjun tani? Unë do bëj një gjumë. E kam shumë të nervojshme. Vajti ora 12 i natës, ta ku mas kam fjetë. Ju thash ka ardhë herga. Sa herë ju thash dhe prap nuk ja u tregova sepse qëndrova pak në shtëpi, pastaj e zuri gjumi dhe ika direkt te puna përsëri. Dhe nuk filmova asgjë sepse kisha disa ditë pa i parë dhe më kishte marrë malli. Kështu që desër. Natën. Ojda Gjulia! Do t'ja krija që flokët e igës se do t'ja lidhi Eli. E me dritë. Fokë, do t'i krija la fokë. Hajti krija la fokë. T'ja lidhi Eli. Hajti. Krija la flokët u shpirt. Doni me shpirt.
Ti jam bërë 71. Shkëmira që kështë. Këtu, latë të t'i një jalla. Po, këtë latë. Një për qafim allën. Për qafim. Për qafoj allën. Për qafoj allën, o Ega. Për qafoj allën, kështu. Ka atë në dorë. Thoj këtu, ajde këtu thoj. Pesentete, atje. Për bëj alla pak flokët me kështu. Ku është doni alla? Doni, ku është? Ku është doni alla? Lidhja alla flokët vajzës. Lidhja alla fokët. Lidhja flokët vajzës. Ati si që gjithë mami lartë. Ega, ajde të lidhja alla fokët. Klanës! Pizë du t'i bëj alla cu. Shikoj allën të bavë, Ega. Këtësu. Shikoj në zonë bukur. Ja të shikoj alla? Ua, qa bukur! Si djale këtë ishte. Qa bukur me alla! Të përcen! Po! Hajde, bëj, ikim të ashi. Hajde. Baj, alla! Bëj, allës, bëj. Hajde bëj këtu. Puqe. Ta shikoj Ega këtu. Ta shikoj Ega. Hajde. Bye! Ja të njera alla këtu. Thoj. Bye. Bye, thoj bye. Bye. Puqe. Puqalën. Paci, mëlla. I love you. Bye. Tek shumë për ty. Herga, kështu, herga. Hajde kështu. Shku bëja se më madhë. I love you. I love you, Ega. I love you. Bye, alla. U ku shendi? Ku shi grada? Agilo po ikën. Po ikon. Kur do vishti tani? Ora 10. Ikën t'jali o rrik. Në bëj. O Agile, po ti nuk ka ngre tort nga ajo. Haj. Ha, mu t'lutem, a do ashtë i këtort? Jo, zdo. Pse? Të iki në stërvitje. Jo në stërvitje në... Të iki ndeshje, këti ali ka ndeshje në Durrës apo Tiranë, the? Tiranë duket. Në Tiranë apo Durrës? Tiranë. Ok. Të bëjmë një outfit check para se t'iki. Kam veshur kostumin sau. Nga saudeza në ngjyrë kafe të errët. Kam bërë dhe make-up sot. Me produktet e reja që ju të regova dje. Tani po pres dhe tostin të bëhet dhe të iki në punë. Kisha shumë kohë pa vendosur një lipstick kaq të errët. Shikoni pak punëtori madh këtu. Po merret me punët e oborrit. Më në fund gjeti kohë që të kapi oborrin dhe ta krym. Gjithmonë më thonë ju pse s'bëjmë një home tour që të regoj shtëpinë në çdo gjë. Ju kam thënë, aku mas kemi përfunduar. Ja, tani shqyr u bëm bardoni. Që po e rregullon. Uroj mos i dalin në i punë prap të iki në Korfuz, kështu që uroj ta mbaroj. Dhe pastaj, do bëjmë dhe home tour dhe çdo gjë. Mikën, ku kelen? Mikën është andena meri, a i kevën për ta. O Ega, I love you Ega. I love you Ega. Pse me meng shkurtra ti alla? Pse me meng shkurtra ti? Ega bugën u tabeli Ega, hajtë ty me gjallë. Buk. O Ega, ja la thuaj ti këtu e do vllajën ti. Ega vogël. Qa bere malla? Doni. Hajde shpirë. Hajde. Hajde. Nuk do Ega thoj alla. Nuk do Ega thoj. Modo. Që? O Ega thuaj ti këtu pak. Sa vjeç e jeti alla? 2. Nga jeti alla? Ega nga je? Koda. Nga Shkodra, Koda. Qa për Magji? Për në zhurë Magji?
Ku e le pjatën djalla që dalla? Ku e le pjatën? Po si dalla pjatën? E ga vogël lo. Marruar t'ju them dhe të falenderoj pafund gjithë ju që keni ardhur dhe më njihni nga YouTube dhe keni ardhur këtu te dyqani që të më takoni. Këto i ka sjell një ndjekse kur isha në Tiranë, kur lindi Holta, edhe nuk isha këtu, kështu që ja dha Agelos. Agelo nuk durovi, të them drejtën derisa të vija unë, kishte hapur, kishte ngrënë disa çokolata dhe pastaj kishte mbyllur prapë. E falenderoj pafund, nuk e keni idenë sa më lumturoni dhe kur vini kur më takoni, nuk është nevoja të më sillni gjëra. Më vjen keq që shpenzoheni kur vini dhe më sillni gjëra. Gjithsesi e vlerësoj pafund dhe falenderoj pafund vajzën që mi ka sjell dhe po më vjen shumë keq se nuk di se si ta gjej, ta falenderoj, t'i shkruaj. Dhe këtu kemi një parfum që ma solli një kliente që nuk ka patur mundësi që të vinte për inaugurimin dhe më solli këtë dhuratën këtu. Nuk e dim. Tërko pa një çokoladë zezë herë e parë që po ha unë çokoladë zezë, po doja diçka të ëmbël dhe vetëm një gjë që është ëmbël tani këtu është kjo, sepse këtu i kemi ngrënë, thjesht është kutia bosh. Është e bukur si kuti, prandaj e baj. Dhe ja se si e thyen uri njëra, pastaj to pse është dobësuar, shikoni çaha tani për drek. Shikoni çaha për drek. Pse më jeli? Po kësha të është një gjënë për keqingu me të drejtën. Si ka mundësi më të pëlqejnë vetëm gjërat nga jashtë, nuk të pëlqejnë gjërat në shtëpi? Si ka mundësi? Si ka mundësi do vetëm burger, pizza, makarona dhe nuk ha si njeri? Qa me bë? Po. Thash hajt kur ke qenë pak më adoleshente, edhe tani që u rrite. Qa për në shumë e vajzë? Qa e mirë është kjo? është kinder. Nuk e ha kinder. Po të bëj hapë që dhe. Deri sa të shkoj në shtëpi sepse Holta ka bërë supeshku, do marrë 2-3 nga Eli. Ega, ku do shkojmë alla? Tajtaj. Qa do bëjmë? I love you, Herga. Lalo. I love you. Lalo, Ega. Love you, alla, thoj. Lalo. Dada. Deda. Alla. Love you, alla. Dada. Lalo. Alla. Si? Lalo. Alla. Oh, shpirt. I love you, Herga. Lalo. I love you. Lalo. Hajde bëjmë kështë zemër mallën, zemër. I love you, Ega. I the Agit I love you. Lalo Tony. I love you, Ega. Lalo. I love you, Ega. Lalo. O, Ega. Dhe shkojmë të blim kokën e alla. O, Ega. O, Ega, po këtu nuk e them ti alla, përshëndetje. A të vdes unë për të thoj, përshëndetje. Kështu. Përshëndetje. Thoj. Dritë. Po Agilo, ku është Agilo alla? Tata te çokota. Ku? Gep. Ka vajtë lozi top? Ku është Agilo? Top. Top? Loz, top. Po Eli, ku është Eli? Nani. Nani Eli? Po. Mirë, shpirt. Po gjyshi? Loma. Te loma? Mirë. Ega po shkon me allën Gjiro. Tajtaj, Gjiro. Cilo. Nga jeti Herga? Kota. Nga Koda, Shkodra. Sa vjeç që je? 2 malla. Si ke emrin? Ega. O shpirt. Po vllajën e do ti? Do sum? Po. Bravo. Si ka emrin vllai? Vllai, si ka emrin? Vaj. Jo, e ka Heroan. Vam. Heroan. I do zuli. E ke gjan ti? Po. E do shumë. Po. Bravo, alla. Thoj tani këtu. O shpirt. Thoj tani bye njerëzve këtu. Bye. Bye. I love you. Lalo.
Bye, paçi. Pato. Kujdes, Allah, kujdes. Erdhi Eli malla. Ku është Eli? Ku është Eli erdhën të marrim Elin? Ku është Eli malla? Hello. Ili. Ku është malla? Çaj bleve Eli ti? Për qafi me Elin. I the Elit I love you. Këtu duhet të kalojmë kështu ne tani. Se doni ka shtruar këtë. Këto janë shenjat e mikës që nuk e lëdonin të punoj rehat. Ku do ikim? O Ega, ku do shkosh malla? Në të pjala. Ku? Ku do shkosh? Ku do shkosh Ega? O që më pengon kjo. Flokët e mija, prit o Agjele, prit, që si jam, o Agjele. Kukullam, mirë. Jemi këtu te puna dhe po bëjnë prerje te porosive që janë marrë nga Saudeza. Përshëndetje. Kam thënë unë përshëndetje. Kam thënë unë jo, jam rregulli. Përshëndetje. Më fale. Se që më rakë të tësh. Nejse. Sot do bëj një ndryshim të madh. Ja kemi thënë njerëzve së majmëm. Kemi thënë që ke vendosur të lyesh flokët, të pasaj thamë që të ndrove mendje. Këtu duket bipolariteti im në një video. Tani ndryshova prap mendje dhe do i lyej. Dhe po më shkuan, mos ma thoni, thuani... Gënjejeni, do më thënë. Keni për thënë që... Do më thënë të ngënjeni me pak fjalë. Mos më thoni që nuk më shkojnë. Edhe në qoftë se mendoni. Me pak fjalë ju pëlqen si pëlqen, thoni ju shkon shumë, kaq. Po mirë, po s'pëlqeni veti aty, mirë të tjerët. Qa do bësh në atë? Ka gjë se ndje më mirë kur më thojnë tjerë që hajtë se e ki bukur ose diçka. A kupton? Jenë kohë që mos t'i bësh, e? Po, dua t'i bëj. Se shqipë pak. Do më thënë, jo si kam keqolle këshu, po shumë gjyrë bazike. Jo se ajo ngjyrë është në një ngjyrë më këshu. O, e zeza në fakt, e di qa ngjyre veçante? Me pak fjalë thjesht. Fare bazike. Thjesht dua të bëj një ndryshim. Kaq. Po e di që mbas 2 muajve do shikoj fotot. Do thot qa be. Do shikoj fotot që kam bërë më përpara dhe do thë, o si sa bukur i kisha, pse i lyva. E di që do e them, e di që do vi ky momenti. Ka malë se mos vina i moment sa ti kesh larë flokët më jeli dhe. A thu? Po, mos e bej, dhe gjë që të themun. Mos e bej, se gjithmonë del fjalla. I del si ka mundësi që gjithmonë del fjallë. Po sikur t'i bëj shtenter. Bëj shtenter, bëj gjezën. Ti ke dhe një gjithë keqë që je këtu, ta, jetë t'anike. Nuk duron për shembull deri në... Jo, nuk duron, unë duhet tani. Vërtet të tanike, jo për... Unë duhet tani, këto momente. Harxhohet 3.000 lekë në orbita riglithje. Po, janë mete, nuk janë orbita. Kështu çumçakeza. Orbita janë, po janë çumçakeza. Në karamele? Po. Janë koti krejt. Jo, më anë një këta. Po, të në kështë marrë me në gjë, po t'javë se të harxojmë. Gjithë si s'ke që të harxojme. Ora është 7. Agjele ke përspalosur. Edhe unë tani do të kërkoj nga pronarët e mi ti iki më heret.
Agilo duhet të... Edhe rina agilo në vend tem. Jo, ti me agilo keni për të palosur një copë tani. Dhiju me palos sopa. Okej, pastaj do iki. Pastaj iki. Po do të njësh flokën, do ikësh. A keme ta amana? Do të iki flokën ty. Ti. Po ti duhet të marrë po këtu. Po ka me bë sa punë tjera unë. A thunë nuk më shkojnë. Mami do thotë tani, ti e ke Terezi më i vajz. Po e kam Terezi. Kam hallë se do bësh pishmona edhe kush të gjën. Po mirë, a mendon se më shkojnë? Unë mendoj se do më shkojnë. Jo, unë mendoj se do të rrisin shumë mosh. Thua? Ka shpejt i përgati të O baba, ti lyf flokë zeza thu. Pa i e limona qaj kokën se do më po më mirën mën tash. A mër burë, a thu kanë më më shku. A baba? Se pa që ishim dhe bëfo Do gjata. Nuk e do gjanë këtë po. Ishte se vidore për dhaki mund, ne që nuk bjojnë një kohës. E cili tjetër? Ka atje? Shimos është... Aja t'je lartë që e mbyllur. Baba, a me ndohë si do më shkojnë për të zeza? Po majli, shumë. Me taman? A su di i bëj do me thaj? Po. E ka me taman bërzdohen? Po, ma do me dama me kam. Zeza këshu stërzi. Stratë të zi. Më shkojnë? Po. E ka me taman? Ma i kamet më i. Po i ka e le. Ka prej bojen. Ta pregojmë, baje të lije i babi atë, portën e shpisë, e rashtë të... E ka me taman ka prej bojen. A di? Undma? S'mudën të mire me fare me të jeti. Pse mërë burë? Ka qërant jam bë. Sa po erdhëm në shtëpi, jam në gjendje të lodhur si që shikoni. Është dita e fundit e vlogut, në drek dolëm të ditë bashkë sepse kishim shumë po pa dalë dhe morëm edhe një picë me vete që është hapur tani, djathi këtu është për hapur. Shikoni që është për hapur djathi, është ajo bufalo, he? Djath bufalo quhet, si quhet? Gjithmonë nga trojkëte, më duket se kështu quhet. Është e mire? Po ta nxejmë pak si thua. Ja. Jo? Qia. O, zotani, duhet për një banjo dhe vetëm të fle. Por, Doni ka vajt nga marri kështenja, kështu që do presim të vinë kështenjat. Pse është bëdjati kështu? Ato nëzime, ma. Ja. Se prish e qia. Do përra për tja, Na solli Doni kështenja. Dhe do na i qëroj Doni kështenja. Jam shumë e lodhur. Në di më të qako që e lodhur, po. Dhe, mos i bëdvatis, na. Ja, shkoni. Do të tjerë gëllë të qëroj babi. Po. Edhe ti do mo. Sa një ta. Për dit kam gërën kështenja. Për dit. Për kema mullakot, më gjerë. Da. Për dit kam ngrënë kështenja. Kam më shumë se një javë rresht. Një nga bërë klient, ati ma. Për zotë një në kështu, për dit. Ja, shumë të mirë, shumë të mirë. Si Të teatri, gjithmonë me zi pres të torin. Në marrë më shumë pjekura. Super të mira. Jam në Tiranë edhe jam në makinë bashkë me Hirgën edhe Hervanin. Kështu që do të bëj mbylljen sepse po flenë të dy dhe nuk dua të bëj zhurmë, por pashë s'kam bërë mbylljen se po editoja. Angels, mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të komentoni çfarë të doni sepse nga komentet do përzgjedhin dhe 10 fitues për dhuratat. Dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Bashim Angels!